gëzuar gjithëve këtë ditë që na ka mbledhur së bashku dhe faleminderit edhe në emër të qeverisë, kryetarit kuvendit të Shqipërisë që ka menduar së bashku me shoqatën kombëtare dhe me gjithë mbështetësit e tjerë të organizojë këtë moment kaq të bukur ku shumë fëmijë dhe mbi të gjitha shumë nëna që sot ka nevojë për mbështetje të mblidhen së bashku për të na kujtuar se vërtet sot është një ditë për të festuar, por çdo ditë tjetër është një ditë për të mos harruar fëmijët jetim dhe për të mos harruar nënat kryefamiljare. Siç e tha edhe kryetari i kuvendit, problemet e jetimëve ashtu si në tërësi problemet e vendit dhe të shoqërisë tonë janë të shumta dhe nuk janë krijuar në një ditë, janë probleme që presin prej kohësh zgjidhje, disa më të lehta, disa më të vështira, disa që kanë nevojë edhe për pak punë për të zgjidhur, disa tjerë që kanë nevojë për shumë punë për të zgjidhur, por pas më të vogël dyshim, problemi serioz dhe plaga shoqërore e gjithë atyre fëmijëve dhe gjithë atyre jetimëve që dhe pasi rriten sot nuk e kanë të mundur të integrohen ashtu siç duhet në jetën shoqërore, është një plagë dhe është një problem për të cilin ne të gjithë jemi të vetëdijshëm dhe nuk është rastësi që, siç u përmend këtu nga kryetari, edhe parlamenti bashkarisht, ju e dini që nuk kemi të lehtë në parlament që të mendojmë njësoj në përgjithësi, u shpreh në mbështetje plot të fëmijëve jetim. Ne jemi të vetëdijshëm qoftë për situatën jo të lehtë në qendrat rezidenciale të jetimëve. Unë pata kënaqësinë përpara se të hyjmë këtu të takoj një grup fëmijësh të qendrës Superalluni dhe i përshëndes të gjithë ata që sot kalojnë jetën e tyre të përditshme në këto qendra, për cilat ne do të bëjmë ç'është e mundur që të kenë kushtet më të mira, kushtet që meritojnë fëmijët jetim njësoj si gjithë fëmijët e tjerë nën kujdesin e shtetit. Por nga ana tjetër ne jemi të vetëdijshëm se nuk janë vetëm qendrat, por janë, siç e thamë, edhe familjet me nënat kryefamiljare që duhet të rrisin fëmijët jetim. Dhe për këto nëna kryefamiljare ne bashkarisht angazhohemi sot këtu që të çojmë përpara idenë tonë për të pasur një politikë veçantë mbështetje. Sidoqoftë, ne jemi sot këtu, të tjerë do jenë pas nesh, të tjerë kanë qenë para nesh, por e sigurt është që deri këtu ju ka sjell më mirë se sa deri dje solidariteti i madh që është krijuar rreth jush nga gjithë këto organizata, gjithë këto shoqata dhe më lejoni që ta falenderoj dhe njëkohësisht t'i shpreh mirënjohës Kadriut, i cili me pasionin dhe me vullnetin e tij ka bërë më shumë se të gjitha qeveritë e marra së bashku për ju, thjesht duke organizuar njerëz me zemër të mirë, grupe dhe organizata që bashkë me të kanë arritur sadopak t'i lehtësojnë plagët dhe dhimbjet që qeveritë nuk kanë qenë në gjendje
ta bëjnë po me këtë efikasitet. Kështu që unë them që Kadriu e teproi që ju çojnë këmbë për të na duartrokitur neve. Besoj meriton ai një duartrokitje, unë në këmbë jam, çohu edhe ju, edhe i japim duartrokitjen e merituar.